familjen e pastër të tij, shokët e tij besnik edhe mbi gjithë ata të cilët e pasuar dhe pasojnë rrugën e tij gjën në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër të dashur musliman. Sot kem ardhur me qytetin dhe kryeqytetin e Shqipërisë për me bashkangjit protestës kundër gjykatës të njëanshme. Gjykatë kjo e cila sot njerëz të cilët prunën lirinë, ne prunë pavarësinë dhe e nënshkruajtën do thotë aktin më të lartë juridik që një herë për gjithmonë po largohet Serbia prej Kosovës, sot padrejtisht djemt tonë po bëhen e hap. Na lutim Zotin e Madh që kjo të përfundojë shumë shpejt, që të largohen edhe të lirohen djemt tonë, vinë familjet e tyre të cilët kanë dhënë mundin, djersën, sakrificën dhe mundin për na sot me gëzu këto ditë sublime. Prandaj lutim Zotin e Madhëshëm që inshallah t'i gradoj me gradat e tij të xhenetit. Ana in ahsana kalami wa ablaga nizam kalam Allah malik al-aziz al-alam kama qala Allah tabarak wa ta'ala fi al-kalam wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة përgatitja për namazin e xumos. Molla Fadili pej Brujës në xhamin e Hashim Thaqit. Se po thunë me shqiptar, po ka dhe musliman të Hashim Thaqit. Edhe babaj Hashim i plan thot i ka thot. Hajde shpejt. Sa të vjerë. Amore në mdesë të do. Amore në mdesë për që do. Fortes i një dëshmor, prej lufteve qa i largohen, që është lindur radhët var, kush është burë, nuk frigohet, fortes i një dëshmor. Nabi! Të dashur, vëllezër dhe motra, që keni ardhur nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar, nga buletini i Batësisë, nga Vlora i Spajqemarit, nga Tekiqi i Gjellunit, nga Pesheva Rindan Gjazimit Komandant Leshit, nga Deçani Harandirave, nga Ijet e Gjakoves, nga Karandaku i Idris Seferit, nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar. Pra gjithë lumej e njerëzve kanë mbytur si det sheshin e qenë stacionit Skënderbeu. Kemi ardhur në të shesh për të protestuar në protestën e radhës pas Prishtinës dhe Hagës, organizata veteranëve të luftës se u qëkes. Pra të gjithë organizatat në bashkëpunim me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, shoqatën Tirana dhe vjetra shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tupim protest me motën unë jam UÇK! 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 Unë jam UÇK! Liri për si e tërë! Jo padrejtësi në emër tim! UÇK! UÇK! Edhe unë jam UÇK! Për të hapur të protest, kam ftuar kryetarin e shoqatës e organizatës e veteranëve të luftës. Ai është një personazh shumë interesant, që vërteton me spirit balatën e Gjergjit e Zanisë, pra është me 3 vjet operacione, me plumën trup, por ka qenë edhe në hak. Hisni Mustafi. Ka përçarë një të lutë. Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptar dhe të jeni. UÇK! 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 Hashim Thaqi! Hashim Thaqi! Hashim Thaqi! Hashim Thaqi! Jakub Krasiqi! Jakub Krasiqi! Jakub Krasiqi!
Recep Selimi. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues, të nderuar përfaqësues të media, të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, qytetarë të Republikës së Kosovës, qytetarë anëkënd, qytetarë vjetori të vjetori. Ne do të kërkojmë për në të jemi këtu të mentrojë shumë të shtrejt e ushtrimit spirituar të Kosovës. Praderia e Kosovës nuk është rek, ajo qytuar me gjak. Nëse i di që. Se vo poshtë Hashim me shoqë ju poshtë Kosovë në ta. Me avlin prej Vërbonit, usherimi e qevallislimit një udhëtori për tia. Edhe këtë një uqit, nashën një atore, paritrejta, jemi në sheshin Skënderbeu, këtu në Tiranë. Këtu e kam Ramadan hertisen me një shok drejtin, e unë se po shky para, se kemi arë këtu në shenjë proteste kundër gjykate speciale që punon me shpiuna shqip forca dhe serbofurca. Edhe në përkrahjet Hashim Thaqit, po kur thujmë Hashim Thaqit edhe me shokët e tij. Jemi arë dhe falenderoj Zotin, inshallah ka se va për liru dhe sa ma shpejt shqimtar që me shumë e njerin edhe me Ramadan hertisen këtu, po edhe me shumë njerëz të më taku këtu pa një partitë. Inshallah kanë se va, mirë pashëm, edhe ju faleminderit. Tiranë, 17 tetor 2025, kjo datë lidhet me shpalljen e pavarësisë që e ka shpall Hashim Thaçi me 17 shkurt 2008, edhe njëjtë lidhet edhe me dashinjën e temse me 17 datë ku ndinte datë. Këtu kemi arë në protest pro ushtarëve të ushtrisë të Kosovës, komandante, si që janë Hashim Thaçi me shokët e vet në kohë. Kemi arë me kundërshtu gjykatën speciale. Njerëzit spritliq flasin se Hashimi ka thonë edhe ka votu, po këto janë lujnat të ndërkombëtare. Edhe janë disa lujnat shqipfurca që janë armisht të ushtrislimtar të Kosovës. Ne kemi dojë këtu me përkrah. Edhe inshallah lirohet sa ma shpejt që i parë se shumë e njerin të njashëm dhe pat njashëm takova këtu, edhe më kam bënë dhe në respekt, edhe në xhami i falem me hoxhën e brojës më ma fatlisht kur i sheftin. Merë mirë që të gjitha partive këtu kish njerëz, loj shumë këtë parti kanë ardhur pa dalluar. Edhe muslimankat janë përkrahje të komandantët të ushtrislimtar të Kosovës që janë me hapë. Njerëz të gjitha treve shqiptare ka këtu, edhe të gjitha partive pa dallim kanë ardhur mbrojtje të shërimtarëve me protestu.
Tiranë. Ku Kryeministri i Shqipërisë ka organizuar për këtë protestë. Edhe rruga ka qenë pa fare për makina, për autobusa, për gjitha. Edhe në kufis na kanë kontrollu fare. Kjo foto unë shkuën në Vërhogjës ku ka qenë Tiranë. Edhe ky vëlla ka ardhur këtu në protestë për krahët të shenjtarëve. Nuk pe di ku shumë, po më foli edhe po kesh. Ja që t'ka vëzëju në këshaf. Ky Avni Bislimi ka ardhur prej Leonit Francës. Këtu në protestë. Se unë e menova për Kosovë, po në aeroplan pas ka ardhur kthehet në aeroplan. Shef se këtu më rritet jeta, më hyj vullneti me këto njerëz. Prej Francës ka ardhur me flamor po pretendon Tiranë. A është i Verbanit, komunës Gjilanit, ha? E kush e Gjevat Bislimit? Po ma detar jem unë e avdinja se Gjevat Bislimit. Bravo Malik. Gjevat në zgjeni noti, se na ma detar të dorë. A Gjevat. Na pozatetëm në ty, kur s'pozatetëm? Hare se Bülbül. Rnash zoti Trul Bülbül.